Është zbardhur dëshmia e Daniel Pepas, autori i vrasjes së Florian Paluçit, i cili u dorëzuar në polici pas një muaji në kërkim ditën e dieshme, 19 nëntor. Gjatë dëshmisë së tij, Pepa ka pretenduar se ka qelluar me armë në kushtet e vetëmbrojtjes së nevojshme, pasi Florian Paluçi ishte personi i parë që ka qelluar me pistolet duke vrarë shokun e tij, Aranit Kurti. Të dyja palët atë natë ishin të armatosur, ndërsa u konfliktuan fillimisht për ekspresin që ishte i fikur dhe kamarieri nuk mund t'i shërbente kafen. Por pavarësisht kësaj dëshmie, në këtë ngjarje kriminale prova më e fortë janë pamjet filmike, të cilat kanë dokumentuar të gjithë dinamikën e krimit të dyfisht. Gjithmonë duke ju referuar pamjeve filmike, policia thotë se i pari që ka qelluar është Florian Paluçi, i cili ka qelluar një herë në tokë. Më pas ka drejtuar armën drejt Daniel Pepës dhe ka hapur zjarr ndaj tij, por pa mundur të vras. Miku i Danielit, Aranit Kurti, që ndodhej shumë pranë Florian Paluçit, ka qelluar me grusht në fytyrë Florian Paluçin dhe vrapon të largohet prej tij. Por Paluçi qellon një herë me pistolet drejt Aranit Kurtit, ku plumbi ka dëpërtuar trupin pas shpine dhe i ka prekur zemrën, duke gjetur vdekjen e menjëhershme. Mes kësaj vorbulle të shtenash, Daniel Pepa ka hapur zjarr vetëm një herë dhe ka qelluar pas shpine Florian Paluçin, i cili pasi ka kryer disa lëvizje të pavetëdijshme, është rrëzuar dhe ka gjetur vdekjen. Pas këtyre veprimeve, Daniel Pepa, së bashku me Ergi Kadiu, Erald Cani, Taulant Beqa dhe Emirjan Beqa janë larguar nga vendi i ngjarjes, por të kthyer pas disa minutash sërish në vend ngjarje. Pepa më tej është larguar përfundimisht, duke mos arritur të kapet nga policia, por pas disa ditësh, ai është dorëzuar në prokurorinë e Durrësit dhe pritet që sot ose nesër të dalë para gjykatës së Durrësit për të njohur me masën e sigurisë arrest në burg.